Atëherë, kush është dakord që të shtohet në rendin e vizë, në atë rendi vizë dhe shtot pika e kërkuar nga Zyrtari i Bashkisë. Kush është dakord? Pra, në atë rendi vizë dhe pika e shtuar, dhe pika e shtuar sipas kërkesë zyrtare. Vazhdojmë pikën 2, miratimin e protokollit ndërmjet Këshillit Bashkiak Drasnuse 6 oktober 2025, fjala për
në datën 26 të martit 2022, për marrëdhënie të salën e rreve të Këshillit me pjesëmarrjen e kryetarit të Këshillit që është edhe kryesuesi i seancës, doktor Nikolaj Petrova, kryetarët Atel Bradë Çapa, Kristina Marko, Franco Organizimia Presa, Mustafa Bashkë, Denisa Diko, Fabio Çapa, Valentina Vesha, Valentin Doçi, Jota Tabakaj, Teresa Dema, Verzet Sara, Katrin Dukshak dhe Kësëmbri Gjitsej. Prezent në salë ka qenë kryetari i bashkisë Zotin Butori, zëvës kryetari i bashkisë Zotin Çapa, Lideri Supporti Administratori i Lisisë Administrative të tjerë ka qenë prezent dhe vetë kryetari fakultetit Tani, materialin e keni të gjithë në dosjet tuaja, unë mendoj që mos të humbasin kohë duke e lexuar, jam përpjek maksimalisht me ju referu ligjit, shërbimit ligjore dhe rregullores për marrjen e kufizuarit të mbledhjes së Këshillit, disa është transferuar, është hedhur edhe në internet, ka shkuar edhe në prefekturë, mendoj që mos masin kohë. Faleminderit. Atëherë, ato ka kena marrë një vetë kena në atëherë ku që ka të në në të në Pika 3, proiectul coordinativ listës e përfitues të Uniunii Ekonomike nga 6%, atëherë zyra dhe Komisioni Kontratare. Zyra qeverisare për koordinatimin e Uniunii Ekonomike dhe Fondit të Zgjuar të blok numrin fondin 6% për muajin tetor 2025. Në bashkimin fushar trajtoi Uniunii Ekonomike dy fondin e të zgjuar për blok numrin ekonomike, familje të mosë 6%, ato familje që janë në vështirësi ekonomike, ku bazohen të kriteret që ka miratur dënimi i Këshillit Bashkiak për 2025. Të trajtojnë në një ekonomike gjitha familje që dalin nga sistemi i njësë ekonomike për pikë të pamjaftueshme. Të trajtojnë në një ekonomike për muajin dhjetor 2025, 28 familje me fond 105.413 lekë nga fondi total i ndihmës ekonomike me vlerë 1.786.892 lekë dhe shpërndarë për përfituesit e 6% në shumën 105.285 lekë sipas njësive. Të shtohen në blok ndihme për muajin dhjetor familje Zelfreni, Mejdani, Njësia Administrative Qafmani, Mine Kopani, Bashkia Qendër Fushar, ndosë Këmprendi Bashkia Qendër Fushar. Të largohen nga blok Lima, 6%, familja Andrenica Tom Prendra, për arsye, Prentoma, për arsye riaplikimi në sistemin e njësë ekonomike. Është riaplikimi në sistemin e njësë ekonomike. Po, patente që fondi 6%. Patente është trajtuar me fondin 6%, i kena bërë riaplikim në sistemin e njësë ekonomike. Dënimi nuk ka akoma. Sepse blok Lima 6% ka shumë e vjetër. Bashkia Fushar ka 15 familje, me fond 26.499 lekë. Njësia Administrative Qafmani ka 3 familje me fond 8.089 lekë. Njësia Administrative Vlerim ka 3 familje me fond 14.313 lekë. Njësia Administrative Hirs 3 familje me fond 19.424 lekë. Njësia Administrative i Bale, 4 familje me fond 16.990 lekë. Për muajin dhjetor. Është diskutuar me anëtarët e komisionit, është dhënë një për rishikim muaj në vazhdim, një emër, i cili përket Njësisë Qendër, Bashkisë Fushar, Mine Sadri Kopani, dhe përshikojmë në vazhdim. A jeni që akordësu? Ne, se Komisione ka qenë dakord.
të çështjes sociale paraqit relacionin me vendimimin për kritere e 6% për vitin 2026. Në bazë të nevojave që ka bashkia fushare, në përputhje me ligjin, sektori i çështjeve sociale ka paraqitur të anësh bashkia kriteret specifike të fondit 6% për vitin 2026 për familjet që shpallën më përfitues sipas sistemit të fiksimit. Konkretisht propozojmë të gjitha familjet të cilat kanë aplikuar në vend sistemit elektronik për ndihmë ekonomike dhe nuk janë shpallur fitues nga sistemi i fiksimit. Familjet në nukleu familjar të temra në vështirësi ekonomike dhe sociale, ideja divorcuara, familje me shumë fëmijë, familje me fëmijëtim, familje me kushte të vështira ekonomike që në përbërjen e tyre kanë 2 ose më shumë fëmijë që vazhdojnë studimet jashtë vendbanimit, familje të cilat nuk kanë asnjë të punësuar, familje me anëtar me sëmundje kronike, familje një herë në 3 muaj të bëhet riaplikim në skemin e ndihmës ekonomike, përfitues të cilat çdo lloj kriteri të masës së ndihmës ekonomike për 6% duhet të jenë banuar fizik në bashkinë fushare. Familje me kushte të vështira ekonomike që në përbërjen e tyre kanë anëtar me aftësi të kufizuara apo invalidisë. Persona që jetojnë vetëm, të moshuar dhe të rinj me probleme sociale, familje që kanë në përbërjen e tyre një ose më shumë anëtar me aftësi të kufizuara, sëmundje të rënda, cilat nuk përfitojnë nga KNP-ja dhe janë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Pika mam, që kena shumë vetë në si shumë e shkjellë, nashë, të fitu si zërëve kriterë e masë në njësë për një për 6%, do të jetë banuar fizikisht në bashkinë të fusharës, fizikisht. Pra mund të jetë barë, mund të jetë vitrinë, mund të jetë frishon, por nëse nuk banan fizikisht në zonën tonë, nuk mund të përfitojnë. Për këtë, zyra social dhe të kuat e meni, ato që ne propozojmë e mirë që të banojmë fizikisht në fusharës, në barë, sepse ne duhet përtojnë ato që banojmë këtu dhe dhe që e një fështim. Këtë ashtë pikë kryesore që dhe të kanë tjera. Në fakt të e këna vendosë vetë. Ashtë drejtë. Ashtë disa e drejtë, në qenë fizikisht. E që ka marrë përstipër me likë, që dhe kena edhe një në likë, në që kena të zjetë 13 vjetë, 10 vjetë, nësa e likë në shpi, në shpi të Në fakt në thonë drejtën, ne nga përgjith se që për ne të këna vendosë në jetu këtu, do vita të jetu me që njëra të në këtu të të jetu. Të më hanë, një marë në që një të të një marë lajë, në këtime tjarës. Dhe që të thotë, në mërën këto fukarete të unë të jetu. Në përëm të unë. Sepse të shumë një më undën në shumë në vjetë, mua të të shkurë, sa është marë. Për ma një shumë. Kurse për ma një. Jo, ashtë dhe sonë e shokë të sekturi jo. E ka shumë atje, ka ato fasiliteti që o përdeni atë ku ishte, atë ku banë në brani. Se shumë ka një që nuk plajnë. normalisht në zyra sociale në diçka tjetër. Unë flas vetëm për 6% që i përket Shumë ja janë në tash punë. Pra 6% do të thonë ato që janë si e një jo, shqivë. E një dakord me të Ashtë edhe këtë Atëherë, kusha është dakord me prevenimin për miratimin e kritereve specifike për fondin 6% të ndihmës ekonomike për vitin 2024. Miratave për do të njëjë ato kritere. Atëherë, kalim të pika 5. Projekt vendim për planin për të fondit kryor publik në ekonomi kryore i ballë në pjesë për energji të rinjovueshme fotovoltaike territori administrativ i Bashkisë Fushorës, fjala për zyren për pasë Për shkak të zyrtave, Qeveria e Ministrimit të Kulturës së Kombëtare, bashkëpunim me sektorin juridik dhe sekretariatin e Këshillit Bashkiak. Sjellën projektimin për planin për transportin kryor në
ekonomi byrë i balën zi, pjesa e zilë për energji të rinovueshme fotovoltaike. Zbatim ligjit 109, neni 9, shlonja A, neni 27, pika 5, neni 54.e, ligjit për krye 57, 2020, zbatim rregullimës 154 për mësimin e kryeve, taktim rregullimës 559 për përcaktimin e tarifave për në shfrytëzim për drejtim kryor të kullosor. Dhe udhëzimit nr. 1 për dhënë për drejtim kulli kryor pika 2 7, 8, 9, 10 dhe 11 uri kryetarit bashkisë numër 728/16 për përgatitjen e raportit teknik në objekt në përdorим kulli kryor publik në ekonomi byrori Ballanzi, pjesa nxjerrës për energji të rinovueshme fotovoltaike, shkresës numër 3998 protokoll, datë 19 maj dërgimi i raportit teknik ekonomik për dhënë përdorim kulli kryor në ekonomi byrori Ballanzi, energji të rinovueshme. I propozojmë Këshillit Bashkiak fillimin e procedurave për dhënien përdorim në anë të konkurrimit publik ankam të sipërfaqes kryore sipas udhëzimit nr. 9/6/2016, pika nr. 278/9/10/11, që i përket në ekonomisë kryore Ballanzi, pjesa nxirrët në ngasë 74B, 74C, 76B, 78B, 79B, 80B, 82B, 83B, në zonën kadastrale 10/54, në numër pasurie 270, 273, 276, 277 dhe 280. Një sipërfaqe për 15.1 hektarësh për energji të rinovueshme fotovoltaike, stacione bazamentit dhe objekte përkatëse me afat përdorimi qiraja dhe vite. Çmimi dyshemen i konkurrimit sipas lidhjes nr. 8 të VKM 559 fillon me 143.000 lekë hektari në vit. Dhe për 15.1 hektar dhe 21 milion lekë në vit. Në sipërfaqe në ndërsi kryore dhe vjerë. Të llogaritës pas VKM 559. Qëllimi i përdorimit është dhënia në përdorim të përkohshme të sipërfaqes tonë kryore, energjinë e rinovueshme fotovoltaike, pikat vlerësuese sipas konkurimit të planit publik që janë në udhëzimin nr. 1, do jenë projekti teknik do vlerësohet në 20 pikë, plani biznesi në 15 pikë, plani rehabilitimi në 25 pikë, niveli i punësimit dhe veprimtarit 5 pikë dhe masa qiras lek me hektar vit në 35 pikë. Dokumentacioni që subjektet juridike dhe fizike që personat fizikë që do sjellin janë kërkesa në dhënat dhe gjeneralitetit, ekstrakti i QKS me veprimtari, projekti teknik i hartuar nga specialistë i qetësuar për të trajtuar gjithë elementet e nevojshme të veprimtarisë, plani i biznesit dhe investimi që detyren, të dhënat të kapacitetit, stafin, makineri, e tjera, plani i rehabilitimit, niveli i punësimit, leje mjedisore ose mësimi ndikimit mjedis secili pa një energji të rinovueshme, çmimin e qiras lek hektar vit, adresa, telefoni, emaili. Kushtet tjera janë garancia financiare, pjenë persona dhe specialistat fushës të kontraktuar me CV që tregojnë përvojën e këtë fushë, veriftimin nga organet shtetërore që nuk ka proces gjyqësor ngarkim, e temë, detyrimet hetimore e tjera. Po, janë 5 përcaktuar me udhëzim. Gjithë dokumentat që mas kësaj pike duhet të jenë ose origjinale ose të notarizuara. Mos zbatimi kësaj pike, sjelljes kualifikimin të gjithë operatorëve që mund të bëjnë. Po, atëherë kemi edhe vërtetimin e datës 20/11 nga ASHK-ja. Që vërtetoj që gjitha pasuritë janë të pronë bashkisë përshtatshme. Përdorimi është vetëm për 10 vjet si 10 vjet në drejt të rinovimit. Nuk kanë stonë e zonë shqiptare, për shkak se mund Aty nuk ka asnjë gjë, as stane. Gjithmonë me parasysh Pasuria numër 277, volumi 2 faqe 103 zona kadastrale me sipërfaqe 150.500 m2, pylla afishuar në emër të bashkisë Fusharësi. Pasuria 277 shkëmbora afishuar në emër të bashkisë Fusharësi, 276 pylla afishuar në emër të bashkisë Fusharësi, 280 pylla afishuar në emër të bashkisë Fusharësi dhe 270 pylla afishuar në emër të bashkisë Fusharësi. 21 milion lekë.
Kena fushi me vepru sepse ka burri nesër përvatisht me atë pastaj okay, është tjetër. po ne kena autoritetin vetëm në pjesën shtetërore. Pra, Ku është regjistruar në territorin e Bashkisë Fushore. Atëherë, okay. Ika zërë, projektimin për një kujdes në vendimin numër 26 datë 26 februar 2025 për trajtimin me bursë të bërë të shkollës së profesionale për vitin shkollor 2025-2026. Përshëndetje, zotin Beçar, qytetare, do të për një shtesë. Në një jashtë afateve, por me qarë shpesur në si të jime kjo, ne shpresojmë që ati t'i blej, sepse ne kena dhe... Ok, po në një shkollë që futet për e të parë, të kategorisë që përfitojnë, atë të shkollë në shumë një zvetë në për musulmane, dhe të një problem të shpëtër bërë një sërtese, për gjënë si Savio Fendi, në klasë në vitin 5 klasë të e të le të të kjo është e klasë. Të shumë në këtë të Komisioni, dakor. Okay. Është dakord të pas projekti paraqitur. Atëherë, ika gjashtë, Shëtim të kërkesë dhe kërkesë e para se le kanë të tika është, të kalim të kërkesa të banë, kërkesën e kërkesë bashkisë. Atëherë, Po përshëndetje, atëherë unë kam risjellë edhe një herë vendimin që kemi shqyrtuar në dhjetor në lidhje me djegjen e banesës së shtetit Sadej Dervishi në fshatin Sakat njësisht administrativ Berim, ku na ka ardhur, domethënë nuk na ka autorizuar për fekje që të vazhdojmë procedurën, pasi ne në dhjetor kur hartuam preventivin e çmimeve e hartuam me çmimet e argënuara, domethënë me sistemin e Albania, çmimet që janë tash. Dhe për këtë arsye prefektura na ka kthyr dhe na ka thënë që ju duhet ta hartoni preventivin nëpërmjet çmimeve të endin kombëtar të banesave. Në fakt, neve çmimet e endin kombëtar të banesave kemi një listë të dërguar nga prefektura në vitin 2016, që është një listë shumë e vjetër këtyre çmimeve. Dhe për këtë arsye ne nuk kemi ratuar herën e parë me këtë çmim, sepse çmimet kanë ndryshuar të shmall, kanë ndryshuar çdo gjë, kanë ndryshuar shtrit. Dhe pas marrësve përgjigje nga prefektura, ne jemi drejtuar endin kombëtar të banesave për çmimet e reja. Na kanë thënë që duhet bëjmë aplikim në sistemin e Albania që të morrim të çmime. Kemi aplikuar në sistemin e Albania, kemi paguar një tarifë për 50.000 lekë, sepse ishte një tarifë që duhet të paguajmë 50.000 lekë tjetër ose 5.000 lekë të reja. Dhe kemi aplikuar herën e parë dhe ne shkruaj një përgjigje, që kam dhe përgjigjen tuaj që thotë në përgjigje të aplikimit tuaj në platformën e Albania të dhëna për çmimet e zënave të punimeve, ju sqarojmë se endi kombëtar i banesave nuk disponon çmimet e zënave të punimeve për ndërtimin e vitit 1993. Viti 1993 është viti ndërtimit banesë, sepse kërkon të sistemi aty, dhe thotë që nuk kemi çmime. Kemi bërë aplikim përsëri në Albania dhe herën e dytë na është përgjigj në përgjigje të aplikimit tuaj në platformën e Albania për çmimet e zënave të punimeve. Bashkëlidhja vëmë në disponon çmimin mesatar sipas zërave të punës
për vitin 2013 në qytetin e Pugës. Por ky çmim është për çmimin për metër katror në momentin kur kemi dëmtim total të banesave që nuk është rasti jonë. Dhe edhe kjo përgjigje nuk na hyn në punë. Atëherë, detyruar nga këto dy përgjigje, ne jemi detyruar të hartojmë preventivin më të çmimit vjetra që kemi pas. Se s'kemi rrugë tjetër. Dhe nga sistemi preventivimi si bëhet për çdo ndërtim që bëhet në Republikën e Shqipërisë? Bëhet nëpërmjet sistemit e Albania. Ashtu duhet ta marrë. Po, ashtu e kemi bënë, por si po të rrijë vëlla. Nëse të del preventivi thotë nëse ka licencë, nuk të del preventivi nëse nuk e thos. E Albania. Shiko, këtu ka një instituti statistikave këtu ka një problem, kryetar, ka një problem sepse me ligjin e ri të emergjencës civile, ne kemi ligjin e ri, por kemi VKM-n e vjetër, ligjit vjetër, që është VKM-ja 329, që nuk është ndryshuar akoma, që është për kriteret e procedurës që ligjin për shërbimin. Dhe kjo VKM-ja 329, kapitulli 3 thuhet që për hartimin e preventivave të dëmeve duhet të bazohen në çmimin për zakonime që është merituar nga helikopter i banesave. Mirë, po ky ent nuk ka çmime të reja dhe ne jemi detyruar që ta hartojmë një herë preventivin me çmimet e vjetra. Dhe diferenca tash e preventivit, në rastin e kur e kishim preventivin me sistemin e Albanias, që çmimet aktuale preventivi ishte 2.452.000 lekë, domethënë 2.452.713 lekë preventivi anë ndërtimore, kur e kemi hartuar me çmimet e vjetra na del 1.886.617 lekë. Do më thonë diku një 6 milion lekë më pak. Dhe ne jemi detyruar tash të ecim sipas kësaj liste dhe sipas këtyre çmimeve. Dhe është bërë tash unë kam bërë një herë vlerësimin dhe shuma totale e dëmit tash në rastin e dytë është 2.197.117 lekë. Ku sipas VKM-s 29 ti do të marr 50% vlerës dëmit dhe i bie që të marr vetëm 1.098.558 lekë. Ma pak. Vetëm të preventivit në nga në ndërtimore. Po, vetëm çmimet, volumet janë të njëjta. Vetëm çmimet janë ndryshuar sipas është inkorrekt nëse lëviz. Jo, nuk kanë lëviz volumet fare, kanë luajtur vetëm çmimet për njësi. Apo ne unë i kam ezaru të gjitha, unë biles kam marrë pak me vonesë, do kisha më të para, sepse kam qenë në pritje të përgjigjes në sistemin e Albanias këtyre dy herë. Kam bërë përsëri një aplikim të tretë në Albania prap aty. E kam bërë për nuk pret koha për zotërinë sepse u bën. Ju nuk kam pse kontaktoj, nuk kam që e kam zotërisha, kupton. Po. Kush është dakord me kërkesën me rishqytimin e vetimit numër 41 dhe se tash ne dina të bërë rishqytim pas kthimit Po, pas kthimit perfektit, po. Jo, ky s'ka pse e them më, ideja është si qytetari faktikisht nuk e di ka të shumë ligje apo jo, po për prefektin nuk mund të ndryshoj dy herë, nuk mund të ai ka drejtë në zonë që ka. Jo. Vetëm një herë. Po një herë, po herën e dytë. Jo, s'ka pse. Jo. Se ka ai drejtë që ka. Po. Ka drejtë në këtë. Jo. Edhe vendimi i është si ka thënë inform spër, pastaj është e shprehë shitje me zy. Atëherë. Sepse ne po e miratojmë po e thej shitje me zy. Atëherë kush është dakord me
ndryshimet e kalorëve të tyre dhe në kërkesën e tyre praktike pas projektit të integracionit. Mirë, Me vota, atëherë, pika 7. Bom, Io stai uscita con gli ore. ma c'è.
para në gjithë nga rrugën kombëtare të asfaltuar të vjetë rrugë për lëvizjen e automjeteve për të hyrë dhe dalë në tokën e tyre secili. Konkretisht e drejtësit e sipërfituar kanë formuluar firmos për një deklaratë të përbashkët për lejnë e rrugës për lëvizjen e automjeteve të secilit nga kjo në të gjithë gjatësia e rrugës në krye të saj tonë negative e viteve. Ka blerë tokat që sistemojnë të zëllarët e ti. Zotë Sultan dhe Ismet se një të kështër Zotë Gjerat a shmarë të përrari pjesë të në të tokës që ka lërë Zotë Basej Selimi në tre vëzëjti. Si shkua me sipër të shkoj problema ty ka në mes dhe vëzëjtë Gjerat të smje dhe snim Selimi. Problemi tyre kërësor është të Zotë Gjerat të shkoj nuk të jenë zëllaj të kalojnë në automjet në një në tokën ti që i ka mbrapa objektit panel dhe të zërë të Zotit të Vasilimi. Probleme me sistemimin e tokës në mes të njerive të dëzim Selimi të Vasilimi paraset dhe Zotit të dëzim Selimi. Por të thotë se në këtë probleme ja kam drejtuar organet të drejtësisë. Në sa problemi do të më të rrugës për të shkuar tek toka i Zotit të dëzim Selimi në e vaj, Zotit të Vasilimi, që ndërni pas libru. Nesi kërësi fati e kemi analizuar me të test. Kërtari Zotit Histori ka përës atakimin dhe tre vëzët që ka vanë si në dyve komun si Sirje. Konkretisht, Zotit Gjerat të bëllë grupin e riparimit të automjeteve, Zotit Husni aty të gropa aty të filluar të tjera atyre dhejt të këto gati, të bëj gartë ose mund darës në me oborin të Zotit Gjerat. Të në alternativa që ka vëtë për gjërë i shatë. Pika ty të javë Zotit Gjerat, ashtë të ukë sa ka Zotit Husni, por këtë në mes të Gjerat dhe të zlimit. Zotit Gjerat, nëse lejon autoriteti rrugor kombëtar të rregullojë rrugën për hyrje dhe të rregullt me automjet, Zoti Husni dhe tokën e tij. Pika 4 ose Zoti Gjerat aty ku kufizon në vend tjetër, do t'i dëzim nga rruga kryesore deri në fund të parcelës të lirë rruga automjetit për të hyrë dhe dalë me tonë e tij, Zoti Husni. Ne me përpjekur dhe i kemi kërkuar që këta tre vëzët të zgjidhin të mosmarrëveshje me njëri tjetrin të pranisë prindërve të tyre. Mundësit tona këto janë. Këshillim dhe dhënie me time për zgjidhje ashtu si e mendojnë, nga një kopje do t'ja japim të tre vëzërve. Kryetari i Shatit Leksoni. Pra, Lega ka marrë disa alternativa se si funksionon. Nëse e të këto, e di ku është objekti, unë personalisht e kam takuar Gjellatin, kam folë edhe me Husnin, në më ka do të e ku është objekti, në të nërë të dikon, dhe e në shku të këtë. Fot, edhe kryetari të këtë. Minaj sot jena në këtë tipin që ka kalu 2 muaj apo 3 muaj që problemi nuk ka të në pak, akoma. Një sekund. Ishe vetëm ta marrë. Unë jam të bo problemi ishe sa kena fulle, sa kena bo. Tashi, na do a nuk jena eksperta teoke, a kuptën, unë e disponujem me atë pjesë që ne kena në kompetencë. Për te i kompetencë në asë mund të në. Dhe sepse janë të në punë. Dhe në finali japim me të mira po kesh, në finali se kena problem. Ne japim edhe kesh në vinë si këshilë, mbra pash, janë apone të tjerë që e që kërë, kena dhe mira po kesh, ne jena pa përgjeshëm për votën si japim. Asë që asë ashtu. A urte. Po për të tatë si e në marrë në kështë, të votojnë si të gjykojnë dhe të vendosin si të gjykojnë të. Këta njën pavarë. Ka dhe i deklarat që e kanë firmos, të dokument që e kanë firmos, gjithë vëzit me babën, në vitin 2001, sot me do të njëse një i 2001, apo të asia të ofë se djenë dhe
janë përcaktuar. Përpara rruga e makinës e jetë e pa blokuar për të 3 vlezërit të deklaruesi edhe kapitullos edhe pasrime, pak? Apo jo? 3 vlezërit, Mirë, shikote si është puna. Ne nuk diskutojmë dhe nuk parashikojmë asnjë lloj dokumenti, asnjë lloj çllume. Po këto dokumenta janë objekt sepse na kanë si hedhin ka i firmë, po me pas ne problem njëtën të unë, unë si kryetar këshillit po me të mas 10 vjeç i problem, unë shkoj aty në prokurori dhe hedhi firmën dhe OPZ-ja thot është ekspert i mbrapa, shkojnë aty në Tiranë, merret eksperti thot kjo firmë të ka që mundë, jo sërshtu. Ka dhe firma mundë, dikot lesh, a kuptën, se firmos një të përshme, firma si me. Po problemi është shtu. Problemi është shtu, që kjo atë dokument pa noter. Nisëllate, unë jam i bindur, për diri sa të këmbyja nga gjallë, s'kanë pas asë në debatin. Por, ka i herë, edhe me vlajnë du të me bënë letra. si bje hosha, është ne janë situatën si pas. Të dy për intervencë që ka rrahasha njëri për tjetër. Është shumë bazia për jetë. Mas mirë se më do me posturës e kalionë. Për i pjeses më ka lërë të dhe sëtë. Po, e shi, me ta thonë drejtën, unë du mja agaju. Shiko, një sekund, pasi një sekund, kohët. O, kryetar. O kryetar. Unë me kalu pak janë kryetarit dhe me kryetarin krejt administras kryetarit. Ti marrë punë, krejt ka ki arsenalin tanë administras që në marrë me të ti. Komu që i flasë më? Një sekund pasi sa të shumë kryetarin bashkit. Problemi është sa është pas zgjidhje ligjore, se s'ka zgjidhje që me të njerëzore, sepse unë jam për ti faktin edhe që të mujë kampanja prestative një prej dënotin që kanë të kërë dhe kam bërë takime të ta. Në rangë si grupi për se kanë Kanë bashkë, po, në bashkë dhe i kam propozuar si zgjidhje, ma e drejtë dhe ma është zgjidhja e konsensusit si ai me hapë rrugën, vlla me vllase, që është krejt normale, duke bazuar të deklarata që ka të treja, të cila kanë mbi rrinë deklarat. Njëri mos mbi deklarat, deklarata nuk ka formë ma, sepse kërë kanë bashkë deklarat, për me banë një zgjidhje, e cila më të zgjidhja ma pak pasoja për gjithë. Zgjidhje të tjera, në hyrja shtetit, në hyrja i këndëtërë, në rrëja këndit ekonomik, në rrëja këndit, ka pasojë. e vëzë në shmërojë. Vërtet është që ai ma përnej pjesërisht. Zgjidhje. Jo po, 2 metra këna, 1 metra këna, nuk ishte se si ishte krejt për me zgjidhë, po në fakt një ma veqe Fiksë kramë, me ta. Në ne që pishuaj në dhe herë profesus për i këshillit, unë e kam qenë atë shefin në Sergatit, da se i Eurozianit. Këna shumë një refleksisht, institucionale dhe shëshërore, ma shumë. Dhe e këna në bon debat 3-4 orë për me shumë. Kërkesat, unë kam posë kërkesat dhe nga kryeministria, dhe nga portalet, dhe nga drejtoria përgjithshme, drejtoria policisë, të tonë kanë vëndjeni, para 2 ditë shkëpqen me atë OPG-n, i cili barë vetë darkës, sepse situata shumë agravum atë dhe deklaratet e tyne janë deklarata për vetëgjësi, dhe ato vëndë për nga tonë në ligje, se janë i thojnë dhe thonë para
kjo zgjidhet, kjo është problemi me hapur. Ne jemi në grup, vllajt, këtu më shty 3 metra tokë. Kjo është atë garë, nuk është shumë e vështirë, po në bëjmë edhe një ekspert që doda sa shmarë, as prokuroria, të agamenit si qese, të sa shmarë, sepse kishte marrë, do të thonë ishte përcaktuar se po ashtu shtetërore, po ashtu me terapi, do të thonë, si me ofru me terapi. Konsensi në rruga marrë drejt për këto se masalan vllazën, se këtu mbajt fjallë me qenë baseria me avnin apo me besim zeci. E janë mrena 3 vllazën dhe babën e nonën që i bënë gjallë aty, që kjo do të ishte zgjedhje. Po, si do veprojmë na? E kalojmë pjesën e pjesëve konsensuale. Po kalojmë pak te pjesa ligjore, administrative, edhe në fakt kam se të shi se të kjo me Zeljoshi, që përfaqëson pjesën administrative, Zeljoshi, ku jena me situatën ligjore, administrative, dhe situatës produs. Atëherë, unë po të kaloj një diska, Një sekund. sa orientale, pikërisht, sa ligjore edhe administrative private. Kjo ka shush 2021. Kjo çështje. Dhe 2021 unë kam qenë edhe jam ekspert privat. Dhe aty kam po një mos diskordancë dhe mos dakordsi mes kësaj vllaznie. Sepse efektet e më të folë për të tonë kështu me emna që të ndojnë djeni këshillin. Gjevati në mënyrë të njanshme dhe pa djenin e vllaznisë vetë. Kur më kanë marrë mu, u kam thënë në gjëni se punë he. Tokat janë kështu, tedra janë kështu, një kam marrë me rrugë ligjore, kështu, komplet me vullu me thirë nga hipoteka e pusë. Dhe kam pasë që këtu nuk janë të hedhër projnë ata ashtu si janë de facto në teren. Përse? Bravo, kur kam pyet që aty ka pikërisht, aty ka një sheri. ashtu e lajti bodhe s'tu ka dhe shpia e njëni dhe Bravo, tjetër. duke qenë se aty kishte një handikapati në hedhjen në hartë, i kam thënë në gjë herë, që kjo shtu kush e ka beslimi, që kush ka beslimi shtu për mu është ispeti, dhe ishte ispeti të fakta. Po më shumë që kështë beslimi ma makinat aty e kërët. Edhe, të shqiton ju do pini dhe akord që do të ndresni tokat e gjithë të cilë duke ditë se qëtoj nuk janë që shtok. Dhe, me vetin e tënë, me dhe akordësin e tënë, ta në rënë dhe akord që gjithë cilë me restrukturin e vetë. Ai si i preombes dhe i dha definitivisht kulbin e mos bonjes asistemi që Gjevati. Gjevati se i papërgjeshëm në lidhe me regjistrimin e tokave të vllaznisë. Dhe ai ka regjistruar të prona ligjisht, gjithmonë në një banë ligjore. Sot e të full thjesht, e të full nga pjesa si kam pas anës private. Në është të rësham marë. Dhe Gjevati bëni kitë polë. Ka shku ka marrë certifikat për nësi, të e ditë që e ko ispeti. Dhe bo ispeti pa bo deklarat materiale për kufitarit. Në një kushe, ajo du t'ishte edhe kufitarit. Pra e ka ditë që ashtu ka e vlaut, i pa vlaut, e kanë po gjithë mujnë ato, që s'ka linë sot, po ishë në 2021, në një kushe ato janë rëndësu shumë ma parë. Dhe Gjevati ka qenë molla e herët saj punë. Një. Dhe nuk erdhë në dakordsi. Po që ashtu ka bo me tokën tjetër, po që ashtu me tokën tjetër, pa deklarat. Kufitarin. Dhe aty ka ndodhë kalimi i projna në njërë të palishme, regjistru në njërë të palishme. Tashi, vim sot të rasti, janë 3 pasuri, shikoj kur klasëmojnë në ligjore, janë 3 pasuri, aty, që janë të treja, po të navigohet nga shili.
këshilli do t'i kërkojnë informacion për këto pasuri. 1, 2, 3. Sepse këshilli është organi vendimtar. Dhe të 3 pasuri t'ja kërkoj këshilli Agjencia Shtetërore e Kadastrit, llojin e tyre dhe gjendjen juridike të tyre 3 pasurive. Si shkresë jo bajon, jo bi dhe e lënë në funksion. Në momentin që ato pasuri doli shtet, normalisht se gjëvati i thoi gjëvat i të përkëtuar shtetit i herë. Jo për të. Cilës, të kuptim shqiptar se... Edhe për shqiptar. Nuk e marrë veç që nuk kam dhe marrë veç në sonë. Okej. Da vite këti, deri ku shkoj? A ka një distancë prej tetapia deri në rrugë? Bravo. Për shqitem të folën, aja e kuptën, Nikolini, nështë të falin këto, Nikolini ato më kuptu, janë 3 pasuri, se Zenja janë 3 pasuri. Janë 3 pasuri. Venin e dim të tanë, mund postatije... Okej, janë 3 pasuri, se aty ku bëhet fjallë, si sot në të ratë, e del me i zonë deri në vlajtaj, kur të morni gjendjen juridike tyre, atëherë dëshini ju përse kapet sepse ai ban rolin e prokurorit, ban rolin e gjykatësit dhe ban rolin e këshillit, ban rolin e bashkisë, i ban tëna rolin e gjëvati. Në një kohë si gjëvati nuk ka drejt fare. Dhe ai del për zot, ai del për zot një orientane. Me një orientane, Po. si ekspert. Si agenda juridike për problemin për cilin ne jemi të diskutuar. Pra, pjesa e kampionit, ku është në ato rasat, ndërtimi palishëm, rroga dhe pjesa sipër. Me dini një deme janë 3 shtet. E para është rruga, që është shtet rruga, që është rrugë kombëtare, që është shtet, që ka herën vendeve. E dyta del përsëri për shtet. Në krahun kiton ku është dera, është prek një pasuri për shtet, dhe në krahun tjetër është përsëri një pasuri si del përtej pasurisë ku ka gjëvati ndërtesën, ku prek pjesën e gjëvatit, prek pjesën e këtyre dhe ajo është në status shtet. Sot aktualisht ne po del në status shtet. Por ligjërisht unë një kohë ligjore i bën kërkesë sepse unë kam dhëna për ta ligjërisht, nuk kam dhëna, po janë dhëna private atëherë kur i kam marrë privatisht. Ato unë e kam shkresën, por nga 2021 deri tash nuk e di se sa është punu në harë. Por në një orë zenja juridike atë është pjesa për cilën e diskutuar. Po, është në shtet. shtet. A nuk e ato dikush me ty diçka zënjofshin se do të vazhdojë Po, unë jam t'ju shpigu pra. Andaj ju, atëhere, kjo në 2021-shin, ndërsa, sot, përsëri ato pasuri, sepse gjendja juridike sepse gjendja juridike tyre lëshon vazhdimisht. Sepse punojnë njerëz nëpër harta, marrin prona, ka procese legalizimi, ka procese private tjera dhe ndryshon harta. Andaj çdo punë që bëhet kërkohet harta e fundit. Me një orientim. Dhe sepse do të kaloj pastaj në përmjet kryetarit. Normal. Unë si rregull ne si qiell flasim me kryetarin e bashkisë. Normal. Me një orientime, a ka ndryshim këtë vite? Unë ndoshta shpirtërisht, ndoshta dyshoj tek pjesa e legalizimit mos ka bënë legalizim. Okej, rregull. Ndoshta dyshoj se mos të bëjë legalizim. Lutem pastaj. Kujteni ka. Çfarë do të ndryshoje me orientale, me një orientale legale? Po. Një problem. Si do që të marrë dokumenta? Mund të mohoj, mund të izoloj një plan tjetër? Në mënyrë kategorike. Jo. Jo. Okej. Kryetar, do me pyet tash se jeni zëri. Ka mund që ne Jo, asi mundsi pasurina. Për momentin, që të ja funksionet. Që të ja fjallet. Do me shiko se jam, që se, do me pyet pak zëri juridike.
Domethënë, juridikisht. e para ai njëft me çështjen e rrethon. Po, jam me një me çështjen Po. Për sa i përket, nëse toka është shtetërore, asnjëri nuk mundet me privatizu, që i bie që në fillimet të janë kundra ligjit, janë shkelje të ligjit, si njëna palë ashtu dhe pala tjetër. Nuk munden me bën një marrëveshje në bashki kur nuk kanë një marrëveshje me njëri tjetrin. Nëse këtë do kishin një marrëveshje bashkë, mund bëhet servituti që e lejon kalimin. Që i ta sërë një diçka, Që nuk është e qartë, me dokument. Kina folë se Pasi. Një gjallë që nuk ka e qartë me dokument. Pasi. Ma dalet të. Po një fjallë goje, po. Nuk do dhe e qartë. Atëherë, rëdër, unë me gjithë njerëzit e mi, kam bën një rrugë. Unë fakt e kam bërë në të ri. jo, nuk është të bëme me në të Fal, jo, edhe Pavarësisht, në të rinja mas x vitesh i treta të litra. Unë kam bën një rrugë, e kam rrë dakord, i kina bu gardë, mure, e tjere. Dhe i teki të e thot jo, dhe në presën mas x vitesh. por rruga, nëse vazhdon disa vite kjo rrugë dhe rritet djali jem, të kalon atë rrugë dhe bëj pas kur bat 25 vjeç, 30 vjeç, i thot djali tem, jo ti kjo rrugë së kjo, ja? Unë e di herë para që ka është e procedurë. Po. Sepse në momentin që një grup kaloj, një komunitet kaloj një nivel caktuar për x vite, për shumë vite, ajo është bën një farë mënyrë Një marrëveshje, ndoshta edhe pa letra, po është bën një marrëveshje përderisa ato kalojnë në atë vend. Dhe në momentin kur hyn e nerpret, do thotë që ti ke prish një marrëveshje. Të e kanë bë marrëveshjen mes njëri tjetrin përpara, por nuk kanë marrë një leje apo diçka nga rreshëja. Thjesht është një marrëveshje që në fund ditës është e pavlefshme me njëri tjetrin, si ashtu hyn një tokë shtetërore. Është toka shtetërore. shiko, nëse unë fika zheloshin, sepse e di pse Du me një. Atëherë, edhe në ushaj, edhe në shatë fushërësit, edhe një bome, sot po të shkoni te hipoteka, ju shikoni vend çdo në krujt fushave, ose në një anësh të kështet. Kjo ndodh, kjo kështet që ka ndodh. Kur kanë bane të një vëlletën projekti, që ka qenë e projekti të famshëm japonez, si kanë bërë gjitha nga zyra, ka rregulluar si përfaqëse, dhe që ka ndodh. Burri huaj ka marrë të 91.000 tokën, dhe befa së 2026 në del të kështet, në përdet, aje ka futur vërtem, e ka vadit me kabe papsysh e ka sërësysh, dhe i del të kështet. Kjo, se jena të fund për dy zëna të ndryshme. që prona është faktikisht e personit dhe apo dokumenta prona. Pra, ne flasim për faktin e pronës dhe për dokumentacionin. Mu nuk mund të marrë povojështë e pronën teme, se thot nuk ke letra. Letra është një proces Administrativ që unë mund ta bëj, mund të mos ta bëj. Dhe shteti, nëse të rrisht në që vitë mund që se ke pro. Po shteti do të krejt kushtet mund që unë të marrë këtë dokumenta. Po kur shteti mund në 10 vjetë me marrë pronën tema, verës verën fare. Po marrë në bërgjikin në integratori, s'ka informacione. Tashi, A ka më qitë, ato për servitutë, Prit. mi lisë për servitutë. Te kodi civil, servituti thotë që nëse dy persona kanë marrëveshje me njëri tjetrin gojarisht, munden që marrë me lidh këto marrëveshjen që i lehet e drejta kalimit. Ndryshe, nëse këto nuk kanë një marrëveshje vetëm përmes gjykatës. Këto e kanë një marrëveshje, po Jo. aprish Po marrëveshje. pra, është prish marrëveshja, sot nuk lidh. Po pra, ka më qitë, o kërëtor, flasë diçka, me letra, jo, në gojë. Na krejt me letra e na të fund pasi. Jo, një diçka pa qartë që diskutohet. Fund. Do plikohemi që i shep ka do, e ka mu, a kje dokument para kooperative.
Se të shi, ne duhet me të mendin në marrë një vendim, i mirë apo i keq pastaj të gjykojë prefektura dhe kalon pastaj shkon gjykot ashtuare. Pro që ne për fakte që ti njës, për nërdyme që apo në të dërë i përshis, nesër të një vendim. Nuk i ti se sa ne shili me gjithë të drejtë në vend vendime për fakte të cilat i një, këtë e pashtu të vizin, dhe nuk e pojmë fakt se ne morim konfirmim, por mos harroni dhe i zërë që vendimi jonë shkone në gjykatë pastaj, partijës e gjykimit të gjyqtarit, sepse që është jam mund shkojë në gjykatë, dhe vendimi kështu mund bëhet sepse në finale gjykata nuk e dini shumë mirë në rastin e Eduardit, ku gjykata ka diskutu për servitutin. Pra, që ta sërim ma thyrë. Nëse mekanikin e viteve, edhe mekanikun ka që më thanë që puna e shtynë shtetur për nuk e morën. Edhe i vizin pak shu e parashikën. Pra që të thërë. Ne kena rastin e Eduardit, ku gjykata që vedot, që brenda pronostikis, sepse sistemikisht brenda pronostik që ka një shkënku, po e i kalët e të drejtërja, e i nasë ka tuni, e blokoj një t'i kukur, ne venim gjykate, u le amrena të ushtë, se ti brezi mrena të ushtë, e ka kalët të ligu, të është një apeni. Edhe i buri duj, po ke jenë të e kalët, se ti kalët poshtë, kalët të ushtis, dhe ne shku mu hapë shtepu, sot e këtë në Europa. Pra, mendoj që ky është rasti që edhe në sikur me letrat i ta bashkën, dhe kisë kontinuar rrugit për fundi probleme. Sepse, nëse arrim, nëse ti ki bo një biznes, që është një kompane dhe tira, mëse ne që është, prapën në të them që për dërë bashkis, në zyra është përfase, këse e që zune, në time provizore, nuk e në time që i përtasin dhe në s'kime të asfare, shatë dhe kjo është të kërgarë në tira nuk i kushike në dërë, shkëm në dërë. Pra bashkien, që të të vetë një sëndër, të bashkien të apur. Të vëndim në dërës, Nuk ka ky rast. Në rasti konkret, aty i teksa I kemë prishtë, sa që nërdimi banka herë, i kemë dhe bashkisë prishtë atë nërdimi që në të bosët, që në të ujgatë, që në të nërdojë me tërë. Por jo është nërdimi që në të është zë vjetë, në një ma e specializu me sëna. Nuk ka, nga kënë me morë përgjësim. Në nërërë shqiptarë më të me majë propozim, që ne i propozojmë atërë që të tjërë atmosia, që shteta si në sejnë, shkojtojnë, si shakari tradicionalisht, për fakt që këtë ka një korrektur, kaloj tradicionalisht, dhe i kërkojnë bashkis, me vendishë, përliqmojnë e ndërtimit, që të aty, dhe shprajnë bashkia me shpres, që i bashkjet, përliqmojnë e ndërtimit, që të aty, dhe që të lojnë dhe kamin në rrës. Kërëtërë, se të kërashtina e një ndryshërë, se të në fund fonit, nuk mund të dalë në të fushtaru të. Ne vini herë, vini dy, mbrapa shkojnë në gjykatë, në finale shiko pasur dhe klishe. Në finale ne gjithë shkojnë në gjykatë. Kena shkoma. I sekundë. ne japim mendimin tërë, Unë nuk jam jurist. Unë i qëj dërën për një fakt për cilin e di. Unë i di që Lysa ka fut makinën aty, unë i di që ka kalu aty, se aty ko edhe makineri. Në shka i ka fut lajër. Po pra, ka i falë, sot a hyn të fysat e
Këtu ka vetë? Jo. Ako ka me hy me makinë? Po. Ja kalon. Po ari jo me? Ja kalon. Je hysa me hysa. Po ka dhe që Ka po me? I ka thënë tu. Sot ako ka me hy? Vele. E zërë. Nona dhe baba fëmish. Amma let, mos mi merrni për kesh. Merrni vetëm halli, u falënderoj si këshill. Amma let jeni drejt, jo me poshtërsi letrash. Amma let jam që u thonë. Po me poshtërsi, me fitu fitet i përsetan. Po jo me vizit në brasel të vlazëj. Të shqyrë mu, unë të me fillu hallin të temë. Unë për shmiti. Ishe, herë parë në ka finalë herë nëna kur s'do të me përmend punë brasi, as punë pushke. Ja. Nisë se është punë. Ti laj që jene ta, ju do t'jeni se t'bojnë me shumë. Si këna lënë të interesesh me po Po pra po, dakord, dhe kur atë fjallë, nisë, pushke, brasi, edhe vetë gjysi, e para sepse shikojita shumë a shtrejt, shumë a vdepshme, se me vdekin nga pabyllën të tanës, nga kurse ndjekë me. Nuk vete të përdish Shuqe, në stres. shiko, puna është ne të zhenjë një zgjidhje, përbosh, se ato me një ekipin janë shumë atë ofërt se sa jena ne të ofërt më atë. Por sot për sot ne shikojmë ma qëtë, se ato kanë një konflikt interesi që... Ju falënderoj shumë. Ashtë të. Kështu që unë fakt në të thonë drejtën, e shi... Apo më ta foli fjallë të shumë. Apo më ta foli, jo me. Edhe kutët mos ta pranojnë kush dojnë mrapa, kip me dhentimin. Mos ta pranojnë. Po kush mos ta pranojnë, di e saj të më mëza. Unë të dalë. Asë në burë, asë në fmi. U falënderoj një herë për mjedhjen edhe... U falënderoj shpyrë. Nuk të mojë mua për sesë të të. Nuk të mojë mua për sesë. Në shëni më shashni ma të e për sapun, albajnë të përë të zitëm. Jam të bajnë. Zëvat Selimi. Hysni Selimi. Zëvat Selimi. Peslin Selimi. I falënderoj. Gaudije Selimi. Suzane Selimi. Sadete Selimi. Gjithë shka kanë bërë për jetënon me 4 koordinore, me më pështu. 6.000 me më pështu. Zëvat Selimi ka vujt mas meje. Hysni Selimi ka vujt mas meje. Beslim Selimi ka punë. Ka vujt mas meje. Njën shmi, i kanë të rëjë direkton. Djetë të duhet i këtë ku për të qesë është, ku për të kush ka dërë. Balë për balë. Tash, në kena do ato, ka të më konetën e me së konetën. E kena bje, 2 konetët jo kena bje. Jo kena bje si lalit, jo kam do 3 smilet. Me më nëshu tash me vrita, ma net një shumë. Një do fillu nga fillimi... Jo, e tira shkut. Mos i bjetë, kesh të. Ty të falënderoj për fjallë që të e. E kena bje. Nisë, këto fjallë, bjesa ma bukër e fjallë të anë i ishte. Se tanë të vjenë të punë, pa mundën të punë. Rritë sa të fjallë se po punë në modën e ashtë. Që të rritë se gjatë madhe. Që do këtë të folio. Po mos nga përmeshtë fjallë. Kura fjallë të me të një zhuti. Para dje jam konë që aty kam gjatë rukër në të një kush. Ka ardhni. Nuk e di për shënë të ashtë, si di ligje. E falënderoj me zotë dhe me familje. Hajtë e njënë, tha se të shkoj fatek në bashkia. Tha dhe dhe të përësit është. Tha është përësit në me dika, tha është të kjarë të punë. Apun leksh. Co? Thonë zotën. Dhe shmija kanë përsmori, 23 vëtë. Shtyrt neshtë të shmëshmi. Zëvat që një. Të lutëm, sepse këto janë një zërë. Kjo është njësa shkyrtërë, kemi i bëmë me mu si doktor. O doktor, edhe të Ne, kena mi i bëmë me doktor. Të lutëm se shtytërë. Shiko, po ishe. Të dyja ka njërë nga lërë. Edhe të dyja do të mëjnë e do të thënë të ka drejtë që shimshe. Të lutëm. Mirë, atëherë, alëm që këto ishe. Kje 5 minuta. Për 5 minuta fu isha tu. 5 minuta ku i bishë. Se, po i bënë mësusja.
5 minuta. Qyre, për këto 5 minuta, po ma lini ma falin e si jam Je 5 minuta. që janë vrisht, jam fjak ka thonë. Ja si që është 5 minuta s'kemi. Për 5 minuta mos i fillat, filnonde. Qyre, këtu ka. Isleti, ka shetë gjokën 5 minuta. Isleti. Pas që të pojnë shumë. Nuk e du të oken, sa, unë të t'ja shas kishte, kuje dhe iki, po kishtë unë edhe. Edhe Beslimi ka hyblohre se ditë, vdeu të oken. Tash një toke ka vdeu Beslim Selimi, një toke ka vdeu Gjevat Selimi, për nërde. Në gjilonit i kina vdeu, kina do për 3 fmi, për të 3. E kina shku Selimi, në përdur shumë atë mënde. Rruga, rruga për 3. 4 metrë, e kena njën, unë i shqytër. Ja kena do të tjedet pjesën, kena përkush, më së përkohë zase, kena pëjdu të të gjënë shumë, 30 vjetë kanë pasë respekt. Ka hi Zilër Shkuga, Zilër Shkuga, në gjëni mirë ka hi Zilër Shkuga, ta shetë token, ta shetë rrugën, të ka shadet. Zilër Shkuga i ka thonë, ta shetë rrugën ka shadet. Shamë e bjonë shumë, rrugën të pas rrugën, nga të arse, shamë e bjonë shumë. Pro, jem të thonë si qëre, që në fuga shto, jena shumë për i të vanile, ishe, basë, edhe ishte. Nuk him të vanile, me shetë rruga, kena rrugën për kretarës, që të 30 vjetë. Kuna rrugën, tash që në rruga i nasën, blokoje këto se, ka me ta shetë rrugën që anë, të që në shkuga. Ju ka hinke, me dërson, se fundan bashki me fërë. Që bashkë, me nga bëtë, ku jam e pësu me vimo për sërë. Nuk vimo për sërë. Që si sërë ka bërë. Nuk të ka du. Edhe Zhivatit, ja ka bërë, që ka bërë. I ka thënë Zhivatit, ta vishja kjoken Beslimit, e ne me vetin Zhivat. O për i dorë, por së të me jenë. Vishja kjoken Beslimit, e me vetin Zhivat. Ti Zhivat, ta lopin Zhivatit. Kur shkaj të Zhivatit, tha në ju në kofeni. Papre një tishe se të basej. Qyshe në kofeni kjo papre një tishe? Unë i thash, asë Amerika, në ka mërë parë të zëtin, 3 milion. Në ka mërë 3 milion të zëtin. Në kofeni, që ka në kofeni. Edhe deshët, kjo në ka përsi. Deshë vati, kjo hysëja. Kash. A fole? Fola, në pas në shaf, në pas. Unë i deshë jam i zhjukas, jam i hitosis, jam i policis. Edhe na, të besoj. Ullë! Pse i me pare, thash, Amerika nuk ne pare pa bëpër. Amerika. A ka morë zëmë Ullë, ka morë zëmë zërmë. Zhuvatit hapë rrugën. Ullë së të jashtë. Ka morë zëmë zërmë. Të zosh, a zotë i këlloj. Zotë i këlloj, lutë. Unë jam Nino, unë që të jam në gjyre në kësime. Por një me këtë zotë.